Ju përshëndes nga Vunoj dhe doja që të vija ndjeni për një katastrofë që po ndodh këtu në Bregdet dhe pikërisht në fshatin Vunoj. Jam këtu në qendër të Vunojit, te kjo rruga e shtruar me kaldrëm dhe ku prej javësh të tëra, prej muajsh vazhdojnë një numër i pafund kamionësh që po shkatrojnë turizmin dhe mjedisin, duke shkaktuar një katastrofë ambientale këtu në dalje të Vunojit. Përgjegjës për këtë është Bashkia e Imarës me kryetarin e saj Vangjel Tavo. Vangjel Tavo, i cili nuk ka asnjë dëmshuri për këtë vend, se s'ka lidhje fare me Imarën, s'është nga kjo zonë dhe bën çfarë i doj. Po shikojeni pak këto pamje të kamionave që bllokojnë dhe problemi më i madh është se gjithë turistët po kërkojnë lekët mbrapsht për përrotimet që kanë bërë, rezervimet e tyre dhe nuk po qëndrojnë më në bujtinat e fshatit dhe në shtëpitë e fshatarëve që japin dhoma me Booking apo me Airbnb. Shikoni pa kamionët se si bllokojnë rrugën. Këtu ndodhin dhe fërkime midis makinave dhe bëhet trafiku me kilometra të tërë tani që jemi në maj. Turistët e shumë të huaj që vinë këtu gjatë kësaj periudhe kanë filluar deri në prill, që nga prilli si asnjëherë tjetër po kërkojnë të gjithë ikin mbrapsht dhe po lënë komente negative për fshatin që kanë për të ndikuar edhe për të ardhmen e turismit këtu. Shikojeni kamionet. Mali po zbrazet në Palas dhe në fillim të Dërmiu. Po shkatrohet mali dhe po e sjellin mali me kamiona dhe po e ndërtojnë në dalje të Vunojit në drejtim të Imarës. Sikur nuk kishte vende të tjera dhe Bashkia e Imarës dhe Vangjel Tavo nuk gjente vende atje nga grykat e Llogoras për të mbushur mbas në një gryke, po i sjell të gjitha këtu në Vuno që duke se po bën varrin e Edi Ramës apo varrin e tij. Po ta shikojmë dhe këtë mal që po bën Vangjel Tavo këtu, këtë varr monumental në dalje të Vunojit që po shkatron sistemin mjedisor këtu dhe prrejnë që derdhen në plazhin e Livadit dhe në plazhin e Jalit. Por problemi është këtu dhe nga rruga me kaldrëm që e ka bërë qeveria, të cilat këto kamiona kur kthehen bosh tunden llamarinat dhe shkullin ka një shëtim që shmendin tërë